Këto pamje që po i shihni tani nuk janë të një vendi të braktisur, por i takojnë një depoje të një prej marketeve më të mëdha në vend. Më saktësisht, këto pamje i takojnë depos së marketit Interex, në njërin nga pikat që lokacion ka qytetin e Vushtres. E në depo ku nga më pas produkte transportohen e drejtohen drejt marketeve, gjendja është mjerueshme. Pamjet që shihen në këtë depo ngjasojnë me një vend të braktisur e të helmuar nga materjet e mbetura. Pikërisht kjo gjendje tjetër rënd e kësaj depoje bëri që institucionet përgjegjëse të ndërhyjnë e të çojnë deri në mbylljen e kësaj depoje. Inspektorati sanitar i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë ka kryer kontroll në këtë depo, për të cilin kishin planuar raportime të ndryshme. Duke pas parasysh që nëpër markete niveli i pastërtisë do të jetë shumë i lartë, në këtë depo jo vetëm që mungonte pastërtia elementare, por ishte shqetësuese situata që mund të shndrojë në ndonjë infeksion bartës tek punëtorët dhe të tjerët. Gjatë kontrollit të kryer nga inspektorët përgjegjës, Inspektorati Sanitar ka hasur në shkelje të rënda të kushteve higjieno-sanitare, të cilat kanë rezultuar në mbyllje të kësaj depoje. Pasi është raportuar për këtë mbyllje, Lajmi Net ka kontaktuar edhe vetë Inspektoratin Sanitar për më shumë detaje rreth kësaj çështje. Inspektorati Shëndetësor i Ministrisë së Shëndetësisë i ka konfirmuar të gjitha gjetjet, duke përfshirë edhe praninë e produkteve ushqimore me afat të skaduar në këtë depo, e mykun e krijuar në përhapësirën e depos. Inspektorati Sanitar ka konfirmuar se ka marrë vendim për mbylljen e përkohshme të njësisë Proex SHPK, njësia 15 në Vushtre, bazuar në ligjin për ushqimin, dhe se vendimi është marrë për shkak të shkeljeve të rënda të kushteve higjieno-sanitare, të cilat paraqesin rrezik për shëndetin e konsumatorëve dhe sigurinë e ushqimit. Inspektorati ka bërë të ditur se janë vërejtur një sër mangësish në këtë njësi afariste dhe që për të vazhduar aktivitetin operatori ekonomik duhet të plotësoj disa kushte të domosdoshme. Inspektorati na tregoi se disa nga kushtet që ata duhet të plotësojnë janë që të përfshihet sigurimi i hapësirës që i përmbush standardet sanitare, riparimi dhe përmirësimi i sistemit të ventilimit, si në nyjet sanitare, ashtu edhe në hapësirën e depos. Po ashtu edhe rregullimi i mureve nga lagështia dhe myku, si dhe rregullimi i dyshemes dhe pllakave. Gjithashtu nga ata është kërkuar që të largohen pijet dhe produktet ushqimore që janë vendosur në hapësira të jashtme dhe të ekspozuara në diell, si dhe të eliminohen produktet me afat të skaduar që kanë erë të rëndë. Përveç këtyre masave është kërkuar edhe gjelqerosja e të gjithë objektit. Inspektorati për Lajmi Net tha se këto shkelje që janë bërë në depon e Interex në qytetin e Vushtris kanë çuar në vendimin për mbylljen e përkohshme të njësisë, me afat zbatimi deri në përmirësimin e kushteve, por jo më shumë se 30 ditë nga dita e pranimit të vendimit.